Ditari manifestimit, si të manifestojmë realitetin që duam. Ky është manifestimi i realitetit që ti do. Rrethanat këto janë. Sa do të qash të luftosh, nuk i ndryshon dot. Si për fëmijën tënd, si për financat e tua, si për gjendjen tënde emocionale, si për shtetin ku jeton. E vetmja gjë që ti ke në dorë për të ndryshuar rrethanat është duke gënjur veten në trurin tënd që ardhmja do jetë ndryshe dhe do ta përcaktosh si do jetë ardhmja jote. Sepse unë e di që ekziston ky realiteti që është shit, po ekziston dhe ky realiteti që është dritë, dhe unë zgjedh këtë realitet. Dhe fillova ta manifestoja dhe të punoja vetëm me krijimin tim, deri në momentin që u vendosa ta botoj. Ditari i manifestimit manifeston me hapa të vegjël. Kjo jetë shumë e shkurtër për ta kaluar duke ngrënë të njëjtin ushqim, duke bërë të njëjtat zakone, duke qëndruar me të njëjtët njerëz. Ndrysho pellgun, zgjero pellgun, ndrysho energjinë, lexo libra të ri, futu zhvillimit personal, ndrysho. Filloje këtu në mendje, ndrysho vizionin, rrethanat që ti shikon ndryshojnë në mendjen tënde dhe ke për ta parë si do vi jeta.